L15, spaku nga IFOT të cilat janë shpërndar në media. Mendoni se kjo është një fidore strategjike e teknologjisë kineze ndaj asaj perëndimore? Dhe në rast të një përplasje të drejt për drejt ndërmjet Kinës dhe vendeve perëndimore, cili do të ishte rezultati? Unë nuk mendoj që ka një përplasje të drejt për drejt mes Kinës dhe botës perëndimore, po e kemi thënë dhe herë të tjera që Kina ka investuar shumë në krijimin e avionëve të gjeneratës 5 dhe 6 dhe të raketave të gjeneratës 5 dhe 6, dhe ky është një fakt. Fakti që ata sot po ja japin Pakistanit do të thotë që ata sot po mundohen të jenë gjithmonë më shumë prezent në politikën globale edhe nëpërmjet zhvillimit të teknologjisë ushtarake, po të teknologjive të sigurisë në tërësinë e tyre. Zëvendës presidenti Amerikan J.D. Vance tha se SBA nuk do të ndërhyjnë në konflikt, ndërsa pak orë më vonë presidenti Trump shpall armëpushimin ndërmjet Indisë dhe Pakistanit. Cili ka qenë roli i SBA-s në këtë mes, sepse është perceptuar shumë se ajo qëndron më shumë për krah Indisë sesa Pakistanit? SBA-ja nuk do t'i humbi të dy si aleat, edhe aq më tepër nuk do që t'ja lejojë këtë hapësirë dhe këtë sukses Kinës në atë rajon, pasi keni parasysh që SBA-ja u tërhoi 4 vite më parë nga Afganistani dhe humbi një territor jo të vogël. Kështu që SBA-ja është e detyruar të ketë një marrëdhënie të dyfishme me të dy aleatët e saj, pavarësisht se ata janë në luftë me njëri tjetrin. Pat një zemrim nga disa zyrtar të qeverisë indiane se ky armëpushim i deklaruar nga presidenti Trump erdhi një anshëm me iniciativë të tij pa u konsultuar as edhe me kryeministrin Modi. Mund të ketë ndodhur kjo? Shiko, në këtë rast mund të ndodhë gjithçka, por duhet të shohim atë që është strategjia e politikës amerikane. Ata kanë deklaruar që kur ishin në opozitë, ne kemi komentuar në studio bashkë që SBA-ja e Trumpit do jetë shumë e përqendruar në Azi, në pajësor dhe në Oqeanin Indian, dhe është e qartë që presidenti Trump do të shohë interesin e vendit të tij dhe të pjesës së botës që përfaqëson, kështu që është normale të jetë kështu. Qarkullon një hipotezë, ndoshta thjesht mendimin tënd, se presidenti Trump me lëvizjet e tij të fundit në lindjen e mesme dëshiron që të gjitha vendet islame arabe në këtë